Nëse flasim për dhomë ditës, cilat janë ngjyrat që mund të jenë më të rehatshme për me qëndru çdo ditë në atë dhomë dite, por edhe më familjare për mysafirë që vinë të te me nejtë për vizitë. Tash te dhoma ditës ka disa faktorë që se ngjyrat mundën më u konë, po ngjyrat nuk e japin efektin real, pa u konë edhe ndryshimi i mirë. Për shembull, shumica prej neve, qëndrime ditore kena qef me i bo me drita të ftofta, ashtu si me ime në spital. Jo, dritat e ftofta për një me të lodhen. Edhe nuk ki nevojtë me i patan ato drita të ftofta që të binë sy direkt, duhet me pas drita sa më të ngrohta. Në mënyrë që ambienti me të çlodh ty, jo me të lodh. Se qëndrimi ditor është për, do me thonë, si qëto që jena, është për me bo një muhabet me dikan, për me u ka një qetë, edhe për me kuptu që ka po të thotë dikush tjetër. Edhe me e kalu sa ma mirë që atë pjesë që e kalon. Prapë, ngjyrat e tokës janë jo veç të dhoma gjumit, po kudo që përdoren, e kam fjallën në banim, do me thonë pjesën e banimit, si apartamente, si shtëpia, si kërkë si sene tjera, ngjyrat e tokës, dëdrunit, gjelbertat, kafta, këto gjithmonë janë të rekomandueshme.